Çfarë bëri praktikisht për naftën? Ja ku kemi situatën me naftën. Çfarë bëri qeveria në këtë drejtim? Në gjëja parë që do të kishte bërë qeveria, do të kishte ulë taksat e veta. Ose minimalisht i kishte mbajtur në nivelin që i kishte para se të hynte kjo lloj rritje çmimesh, apo jo. Nëse nevojitet një rritje çmime për shkak të pengesave të ndryshme, që unë mendoj që nuk ekzistojnë, këto janë diskutime tjera, se ju a them të zoti Parruca. Në vitin 2012, në naftë, në fund fare naftën e blej në bursë. Në bursë, në vitin 2012, nafta ishte pak a shumë i njëjti çmim sa ç'është sot. Tash kush është arsyeja që çmimi tregtar 2012 ishte 140 lekë e sot është 210 apo 220 lekë? Taksat. Kush është dërshimi? Në bursë shkojmë e blejmë. Pra nuk është se ne çojmë njerëz fizikisht në zonën e luftës që e marrin atje naftën dhe e sjellin këtu dhe këta kanë vështirësi. Ne e blejmë bursë, ajo vjen në portin e Durrësit, nga porti i Durrësit transferohet tek pikat e karburanteve me radhë. Justifikim këtu nuk ka, përveç rritjes taksës dhe grykësisë të disa pushtetarëve, disa biznesmenëve të lidhur me të. Se kjo diferencë 80 lekë për 800 lekë është vetëm taks, mbi taks që kemi neve, plus përfitime marramendse. Ju e dini që ka dhe diskutim për 1 miliard litra naftë të hyrë kontraband në Shqipëri gjatë viteve të kaluara. E ka pranuar vetë kryeministri në takim me distributorët atë, që flitet që ka evazion të tmerrshëm në sektorin tuaj. Po. Evazioni do ishte nëse një biznesmen nuk deklaron disa të ardhura ose nuk paguon disa taksa, po 1 miliard litra naftë që hyn kontraband, a e kuptoni se 1 miliard litra naftë, se sa është kjo sasi, po ku është shteti këtu? Ja pas ka hedhur një biznesmen në 1 miliard litra naftë. 1 miliard litra naftë i bjen 1.000 litra për çdo qytetar të rritur në Republikën e Shqipërisë, 1 ton me naftë që ka secili nga ne dhe shteti nuk e gjeka që pas ka hyrë kontraband. Kjo është qesharake. Patjetër këtu është vetë Edi Rama dhe njerëzit e lidhur me të që e fusin këtë naftë kontraband, duke na bërë neve ta paguajmë bashkë me taksat, e patjetër parat e këtyre taksave, që bien mbi 1 miliard dhe 100 milion euro, ka shkuar në xhepat e tyre. Kaq, shumë e thjeshtë. Kanë vetëm interesin e parave të veta dhe asgjë tjetër. Dhe kjo, unë po ju mora vetëm shtymin e naftës. Po, shqipni juve për çfarë na duhet tjetër shteti? Për shëndetësi, na del një ministër dhe na thot deri në datë 20 ka analiza. Na del na thot nuk ka, e pranon ajo, nuk ka brakiterapi, kismet brenda vitit. Në fakt, në buxhet nuk ka vendosur agjësia tjetër. E pyet për çmimet e ilaçeve, pse janë rritur, thot nuk e di që janë rritur, se s'kam pas nevojë të shkoj në farmaci për vete. Ky tashti është arsimi. Ndjes shqetësia, shkojmë ke arsimi, bijem në testin e PISA-s dhe neve shkojmë dhe postojmë aty ministre mbas ministre që nuk merren fare me atë sektor dhe nuk kanë asnjë lloj strategjie dhe sapo hyj Ministria e Arsimit, drejtoresha e lartë e arsimit shkon dhe arrestohet për aferën drejtoresha e arsimit. Patjetër që ka vendosur Kumbaru sepse është njeriu i saj dhe vendos firmat kanë qenë po njëta ministra dhe njëta drejtoresh që ka firmosur për kalimin dhe shëmbjen më pas të teatrit kombëtar. Po tjetër njerëz janë këta. Ja kuptojnë juve arsimin dhe kulturën kujt ja kemi lënë. Do të shkojmë ke siguria. Na ran gjithë rrugët. Siguria rregullore zero. Pra, nuk e dim nëse jemi neve të sigurt rrugëve. Na ka rënë siguria ushqimore, nuk e dim se çfarë po ham. Na ka rënë patjetër siguria fizike. Gjërat që ndodhin në Shqipëri sapo del një ministre, tash është bërë zot kryeministër, zoja Koshiu, po shkonte thonte kanë rënë vdekjet, vrasjet e stilit mafioz dhe ndodhin bëmat më të mëdha mafioze brenda territorit të Shqipërisë. Brenda pak orësh ndodhin ngjarja e Rinasit. Pra, këto janë ata njerëzit që ne kemi, që nuk garantojnë dot as minimumin e punës që duhet bëjmë për qeverinë. Ata kanë hallën vetëm e vetëm tek xhep